Një aksident i rënd rrugor me pasojë vdekjen e një 27 vjeçari është regjistruar në aksin kombëtar Korç Maliq pranë fshatit Vashtëmi. Sipas informacioneve paraprake, një automjet tip Audi, që dyshohet se po lëvizte me shpejtësi të lartë, ka goditur nga pas një automjet tjetër. Si pasojë e përplasjes së fortë, automjeti i goditur ka dalë nga rruga. Drejtuesi i automjetit të goditur, një 27 vjeçar që udhëtonte i vetëm, ka ndruar jetë në vendngjarje për shkak të plagëve të marra. Drejtuesi i automjetit Audi është shoqëruar në polici, ndërsa grupi hetimor po punon për të zbardhur shkaqet dhe rrethanat e aksidentit të rënd. Informacion paraprak, rreth orës 1 në aksin rrugor Korç Pogrades, në afërsi të fshatit Vlotçisht, automjeti tip Benz me drejtues shtetasin OP 26 vjeç është plasur me automjetin tip Audi me drejtues shtetasin KC 27 vjeç. Si pasojë e përplasjes, ka humbur jetën në vendngjarje drejtuesi i automjetit tip Benz shtetasi OP. Gjithashtu janë dëmtuar drejtuesi i automjetit tip Audi, shtetasi KC, si dhe një pasagjer që udhëtonte në këtë automjet. Të dy po marrin mjekim në spital dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe përcaktimin e shkakut të aksidentit.